Punëtori bie nga lartësia e objektit në ndërtim përfundon në spital, procedohen 2 inxhinierët në Tiranë. Një incident të shënuar këtë të martë në Sauktori, ku një punëtor ka rënë aksidentalisht nga lartësia e një objekti në ndërtim. Si pasojë janë proceduar 2 inxhinierët e subjektit të moshave 22 dhe 24 vjeç, si dhe po punohet për shoqërimin e shtetase SK 55 vjeç me detyrë administratore. 31 vjeçari që mbeti lënduar ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Njoftim, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë nr. 1 referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasit KK 22 vjeç dhe AH 24 vjeç me detyrë inxhinier, si dhe punëtorët për shoqërimin e shtetases SK 55 vjeç me detyrë administratori një firme ndërtimi, pasi në Sauktori, duke punuar në fasadat e një objekti të kësaj firme, ka rënë nga lartësia punëtori AE 31 vjeç, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, thuhet në njoftimin e policisë.